Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story me mua sonde në program. Në këtë ditë kur Partia Socialiste feston ditëlindjen e saj, është sekretari i përgjithshëm zoti Blendi Klosi. Klosi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne sonde. Faleminderit për ftesën. Në këtë ditë të javës që ne patëm ditëlindjen e partisë, 34 vite janë shumë për një parti politike. Edhe realisht në Evropë pak parti janë kaq me jetë gjata sa Partia Socialiste, por një parti e cila ja ka dalë që në 34 vite të dëshmoj që ka bërë pozitën, ka bërë opozitën, ka bërë pushtetin, ka bërë edhe kërkesën për ta marrë pushtetin, por gjatë gjithë të 34 vite ja kemi dalë që të reformojmë vetën tonë, të krijojmë, mos ngelemi në një situatë stacionare, por gjithmonë të kemi mundësinë që të gjejmë gjenerat mbas gjenerate. Sot në festën e partisë kishte edhe themelus të ditës parë të kësaj partie, siç kishte edhe ata që kanë lindur mbasi Edi Rama është bërë kryetari i Partisë Socialiste. Pra, kjo është një parti e madhe ku ka një nga meritat e saj, ka le të themi bashkëtesën e brezave, gjeneratave. Ja kemi dalë, të jemi të fortë, ja kemi dalë, të jemi të organizuar. Nuk diskutohet që në 34 vite kemi ushqyer organizatën e Partisë Socialiste, pra familjen socialiste kudo në Shqipëri. Edhe pse kishim fituar 3 palë zgjedhje dhe jo pak, ishim në mandatin tonë të tretë, prej 2 vitesh kemi marrë me rienergjizimin e jetës partisë, me ristrukturimin e çdo qelizet të Partisë Socialiste, gjatë vitit 2024 për të përgatitur për mandatin e 4. Dhe shpresoj dhe besoj fort që njerëzit e vlerësuan Partinë Socialiste në garën për zgjedhjet e 11 majit, jo vetëm për atë që premtoi, jo vetëm për integrimin në Bashkimin Evropian, jo vetëm për ato çfarë ka bërë, po edhe si një parti të re, një parti që gjithmonë nuk gjen forcë brenda vetes, brenda këtij komuniteti, për të zgjeruar, për të rritur dhe për të pranuar element të ri. Mos harrojmë që në vitin 2024 ne bëm zgjedhje të brendshme në Partinë Socialiste. I gjithë kongresi i partisë të zgjedhur nga antarët, një antar një vot i partisë, 104.000 antarë aktiv të Partisë Socialiste, ishin pothuajse të rinj. Asnjë drejtues i lartë nuk ishte në këtë forum të lartë të Partisë Socialiste. Siç zgjodhëm asamblen kombëtare, ku 95% atyre që u zgjodhën nga kongresi ishin të rinj. Pra, është një parti e cila ja ka dalë që të kuptoj ritmin e shoqërisë, edhe natyrisht nevojën që gjithmonë të rigjej veten brenda reformimit të saj. Ndërkohë me mua në këtë bisedë me ju janë edhe Brisita Gjikoni, mbrëma Brisita, dhe Roland Beko. Po nis me Bekon, me që Beko është që më fillesat e 91-shit në Partinë Demokratike. Misioni ynë atëherë ku ishim në atë parti ishte ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, dhe unë ngritëm kundër partisë Së Enver Hoxhës. Sot paradoksalisht ish ose më saktë partia që trashëgoi gjenetikisht deri diçka partinë e punës, e cila sot po e fut Shqipërinë në Europë. A të bën këtë të ndjesh xheloz, pra të bëjmë një bisedë kështu sot megjithse me që ka ditëlindjen partia, kupton, se ditë tjetër pastaj do vazhdojmë, po si fillim të shoh pyesja, a të ndjesh xheloz për këtë fakt? Xheloz, do doja që Partia Demokratike ta kishte përmbyllur këtë proces dhe tashmë mos të diskutonim më çështjen e integrimit të Shqipërisë në Europë, sepse ka pasur momente shumë të mira që Shqipëria mund të ishte përfshirë. Të paktën në 2003-2004, kur u bë zgjerimi i madh me vendet e lindjes në Bashkimin Evropian, edhe Shqipëria duhet të ishte në këtë. Po haron pak 95-96. Po pra, 95-96 ka qenë edhe më flagrante, mbaj mend kam qenë në Poloni në një delegacion të Forumit Rinor në atë periudhë. Kemi qëndruar 1 muaj dhe deputet të së djathtës polake kishin një lloj xhelozie pozitive për Shqipërinë që përflitej që mund të përfshihej në Bashkimin Evropian. Pastaj ndodhi 97 dhe 10, historia prandaj nuk e përmenda, jo se nuk ka ekzistuar ky moment. Por ku do të ishte Shqipëria nëse do të kishte politikë të përgjegjshme në të gjitha krahët, jo vetëm nga Partia Demokratike apo Partia Socialiste. Them se do të ishte integruar shumë më shpejt, pra aq sa i takon Shqipërisë, se ka dhe momente që BE-ja, për shembull, edhe ti mund të jesh gati, ajo prapë nuk të përfshin, sepse ka agjendën e vet, ka problemet e vet, ka tensionin e vet të brendshëm, varet nga ajo. Ashtu siç është dhe momenti i sotëm që Partia Socialiste e ka këtë
fat historik që ta përfshi Shqipërinë, do të ta integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Duhet të bëj detyrat e shtëpisë që i kanë lënë në mënyrë rigoroze, me transparencë dhe gjithë përfshirje. Dhe siç Partia Demokratike pati fatin e madh që Shqipërinë ta përfshinte në Aleancën e Atlantikut Verior, pra në NATO në 2008-ën, bëri një pjesë të mirë të integrimit të Shqipërisë në Evropë, që është liberalizimi i vizave, të paktën de facto fizikisht shqiptarët filluan të shkojnë në Evropë dhe të kenë goxha benefite. Dhe tani jemi në momentin kur Shqipëria patjetër ka gjitha shanse, se me sa duket është dhe Europa gati për ta pranuar Shqipërinë, dhe mendoj që edhe spunton e Dirama e ka marrë pikërisht nga fakti që Europa, për shkak ndoshta edhe të gjeopolitikës, ashtu siç do të jetë me NATO, duhet ta pranojmë këtë fakt që për shkak të gjeopolitikës Shqipëria u përfshinuar. Por për hir të së vërtetës duhet të thënë që deri në mandati i qeverisë 2005-2008 pa Gërdecin ka qenë një mandat shumë pozitiv, pastaj 2009-2013 unë kthyer në shtratin e mënyrës se si din qeverisin partitë politike shqiptare. Doja vetëm të bëja një, le të them, të jepja pikpamjen time mbi Partinë Socialiste, me disa gjëra shumë të mira që tha. Vetëm sa më shkurtë lutem. Po, patjetër. E para, Partia Socialiste nuk është më një parti demokratike, duhet ta pranojmë faktin, është një parti elektorale, një parti e votës më shumë se sa dhe parti elektorale, por ka një strukturë të jashtëzakonshme të menaxhimit të votës, por është parti kryetari, siç janë të gjitha partitë shqiptare kryesisht, ose dhe le të themi dhe siç është dhe trendi i partive si në rajon ashtu dhe në Evropë sot, ku po shkojë drejt partisë së kryetarit. Partia Socialiste është edhe më shumë parti kryetari. E para e dyta që është bërë vërtet, dhe zoti Klosi këtu e quajti si arritje që Partia Socialiste është përfshirë ka përfshirë në format e saj gati 95% të rinj. Mirë, po edhe ky është një proces, të gjithë e kërkojmë rotacionin e elitave, por është një proces i bërë në mënyrë të sforcuar, pra me vullnetin e kryetarit dhe jo si një mekanizëm natyral i qarkullimit të elitave, që elitat e Partisë Socialiste dhe çdo partie duhet të dalin nga historia nëpërmjet votës, dhe jo vetëm votës së brendshme të partisë, por edhe të votës së qytetarëve në momentin kur ai është deputet. Ta ndalojmë tek në intervistën time të fundit me të gjatë fushatës, zoti Klosin Fier me zotin Rama, ai më ta troç ka qenë gjithmonë kundër ose është bindur që procesi i primareve në Shqipëri nuk është një model që funksionon, dhe ata nuk është flitet vetëm për Shqipërinë, por edhe në vendet tjera të Evropës ky është një proces i cili ka dështuar. Pra, e thonë ndryshe, ka një kontradikt në atë që thoni ju, pra, që e tha dhe zoti Bego, që po i keni ndryshuar, por e ndryshuar nga lart poshtë, jo nga poshtë lart. Plus, zoti Rama e thot troç, nga poshtë lart nuk e beson shumë si proces. Për shembull, dalja e Majkos në mënyrë me votë, domethënë, nga politika është në mënyrë natyrale. Ai iku me votë. Iku me votë. Me votën e njerëzve. Me votën e njerëzve. Kjo nuk është tamam kështu. Për disa gjëra. E para që Partia Socialiste është një parti që forcën e saj, unë mendoj, në fakt e ka në 3 aspekt. E para në organizimin e saj, është një strukturë e stërmadhe, një strukturë e mirë organizuar, e shtrirë kudo në Shqipëri. Në çdo fshat apo lagje qytetin, në fshatin më të largët apo më të afërt, nuk ka asnjë rëndësi, e gjen një grupim që thonë këta ne jemi Partia Socialiste dhe punojnë ose janë atje për të përçuar problematikat e Partisë Socialiste. Padyshim, është ajo që thotë zoti Bego që ne po shkojmë gjithmonë më shumë drejt një partie elektorale. Kjo nuk diskutohet, dhe fakti që një herë në 2 vjet ne kemi zgjedhje, ta kërkon që të jesh një parti aktive elektorale, që natyrisht ideologjinë ose programin e ka pjesë të strukturës saj, tjetër saj, por shumë më tepër është një parti elektorale, pra parti territoriale, parti në territor. Është mbështetur fort të leadershipi saj, është padyshim Edi Rama, leadershipi i Partisë Socialiste, i cili garon dhe fiton dhe të krijon. Se leadershipi është, Rama është lideri, po të thoni Rama është leadershipi. Jo, po të them këto, pra që kemi organizim, kemi lider, kemi dhe frymë. Fryma pastaj është ajo që krijohet nga i gjithë ekipi, i cili në pozicionet caktuara bën punë caktuara, në pozicionet ndryshme bën punë ndryshme, por të gjithë e bëjnë padyshim strukturën. Për sa i përket asaj që a duhet apo dhe si Partia Socialiste bën jetën e saj të brendshme, bën forumet e saj, unë jam komplet kundra kësaj logjikës që çdo gjë vendoset, ne kemi forumet me votë. Edhe padyshim vota është një nga, le të themi, instrumentet më të fortë, i cili mat forcën e gjithë secilit. Ne kemi profesion e tillë.
mund t'jesh mjek, je gjithë jetën mjek, është gazetar, je gjithë jetën gazetar. Po u futen politik, je përsa ko merë votën. Mund t'jesh i pari i të parve, në momentin që s'merë votën, nuk je më. Dhe padyshim, kjo votë është, le temi, vlerësuesi më i fort, edhe ajo treguesi më i fort i vlerës peshës gjithë secilit. Padyshim, në momentet caktuara, ka gara caktuara, ka pozicionet caktuara, po në gjitha, le temi, gjërat, është gara, është vota qytetarëve, a merr votën e qytetarëve, a fiton votën e qytetarëve, je i vlerësuar. Edhe gara që zhvilluam në 11 maj, ishe i gara e tillë, pra padyshim kishe i pjesë të mbyllur të listë e cila mori votën e partisë, po organizoi punën e partisë dhe kjo fitore erdhi edhe fal votës, ose padyshim shumë më tepër fal votës madhe të Partisë Socialiste, po pastaj individ caktuar bën garën e tyre në territoret caktuar dhe prodhuan kohezion, vot, mirësi, po dashamirësi, pëlqyeshmëri të njerëzve, që këto vota pastaj të gjitha bashkë krijuan ato 800.000 vota që Partia Socialiste morin në tokë, në Shqipëri edhe në diasporë. 856 diasporë. Po mi për dakord, pra një vot të konsoliduar të Partisë Socialiste, që i dha asaj 83 mandate që e bëjnë jo vetëm tjetë fitusja e garës, por tjetë një partije cila dëshmoj, që ka një mbështetje të madhe të njerëzit, por natyrisht një partije cila e bën të mendoj që edhe kjo fitoria mandatit ton të 4 nuk erdhi rastësisht, po erdhi fal gjithë përpjekjeve që ne kemi bërë në qeverisje, por dhe në organizim, por po ashtu i dha të kuptoj që të vazhdoj të fitoj, se nuk diskutohet që fakti që morën mandatin e 4 nuk do na uli as tempin për të punuar, as dëshirën për të fituar mandatin ton të 5. Pra, do duhet vazhdojmë organizimin ton të brendshëm, që të garojmë përsëri, të fitojmë përsëri. Është detyrë funksionale e çdo partie politike gara elektorale. Prandaj vota është, dhe derisa ne marrim votën, edhe derisa njerëzit na votojnë, kjo tregon që jemi një strukturë që e kemi bërë mirë punën tonë. Se vota në Shqipëri merret çik në mënyrë të diskutueshme, ka 34 vjet, do të thënë që diskutohet e njëjta gjë. Do të thënë, ajo që Partia Socialiste është kapur në flagrancë, të paktën këto vite, janë dy momente. Tek çështja e integrimit është rasti 2012-2013 për një fare kazus absurd, do me thënë, të qarë politiku ajo. Tani vim, jo, duhet të thënë si rekord, kurse vim në momentit dytë, lidhur me votën, momentet ka përcyra nga historia. Momenti tjetër është sot, do me thënë, kur them sot në historinë e fundit Partisë Socialiste, kur vetëm me ligjin e dekriminalizimit kanë dalë rreth 400 ca persona, do e thënë, të dalë, si nga administrata. Landi, me lejnë tënde që ta prekim, sepse duhet që ta prekim. Dhe çështja e dursit që është më flagrante, kur ke deputetin, do e thënë... Po, unë do e preka një... Keni qenë të lidhur me botën e krimit. Me lejnë tënde. Më ndiqë dhe mua me lejnë tënde. Ja, ta mberuja këte, e di pse, sepse, jo, mos e ish qafi, se duhet të rikthehemi më shumë pjesën e dytë. Raportit me drejtësinë, pasi besoj që është një temë shumë e fortë. Me që ne do ta prekim, se mos raporti i fundit i BE-s. Nxitova se thash se s'do ta kapje. Jo, e kam, ti e di që e kap, jam i kapshëm. Po do doja ta vazhdoja pak aty ku e la zoti Klosi Birsita. Zoti Klosi tha që përmendi që shifrën 800 që unë e plotësova vite 856 që janë dhe votat e emigrantëve, patjetër që për partinë po diasporës, mos sa keni drejt, që për partinë socialiste duhet të qenë mbi 120.000, mbi 120.000. Po të heqësh 850-ës, ti heqësh 120, i bie 730. Praktikisht i bie që Partia Socialiste ka marrë fiks po aq vota sa ka marrë 4 vite më parë. Me 5.000 diferenca. Me 5.000, pra po ta themi. Jo, nuk është, më fal, një fjali, një sqarim se e kam dëgjuar disa herë. Vota diasporës nuk është tamam, nuk është e gjitha votë. Se nuk mendoj që ka një mendje normale që të prisë që pas 12 diteve ju tritesh. Një fjali, jo, vota diasporës nuk është e gjitha votë diasporë. Në sensin, është votë diaspore, po një pjesë e kësaj vote ka qenë 2021 në Shqipëri. Pra nga ta që ka nikur. Po, që emigrantë që vinin, votonin... Po pos më datë shifra, ke kjo pika do të vinë me shifra. Po, këtu nuk e gjenë dot, nuk ka shifra. Që që detës, argumenti ju e mbedet efemer, mbedet naje, se unë du shifrat. Po, është e vërtet, është fakt, që jo të gjithë, jo gjithë ata që votuan në diasporë nuk kishin votuar asnjëherë në Shqipëri. Kjo është... Flukset nga Greqia që vinin me autobuza këtë radhë nuk u duken, se votonin direkt, shumë pak ka kanë ardhur. Nga Greqia dhe Italia. Nga ana tjetër, pastaj flasim sa veta pas kanë nga Shqipëria këto 4 vite. Që have debat tjetër. Ai është fakt pastaj. Mbetemi te një gjë tjetër. Fakti është që fitoria e socialistëve që ka ardhur po me aq vota,
ka ardhur për shkak se Brisida pala tjetër ishte e dërmuar. Ishte e dërmuar. Partia Demokratike ka humbur mbi 300.000 vota krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 kur mendoni drejtohej nga Lulzim Basha, mjeshtri i dështimeve në Shqipëri. Dhe ndërkohë ka dhe një fluks tjetër që këto 300.000 vota që ikën nga PD-ja rreth gati 200.000 shkuan tek partitë e tjera. Mbi 150.000 shkuan tek partitë e reja. Pra le të themi që këto zgjedhje treguan dhe një gjë që po Partia Demokratike po shkon drejt single digits, pra drejt shifrave teke, jo të çifte, pra në zgjedhjet e ardhshme herë po se po kanë fritën zgjedhjet e ardhshme lokale. Ndërkohë që ama këto vota nuk po shkojnë tek Partia Socialiste, këto po shkojnë tek partitë e tjera, dhe është normale. Po këto partitë e reja, kryesisht jo të tjerat, po të rejat kanë një gjë, e thashë në editorial, kanë më shumë ambicie, janë më të papjekur, flasin budallëqe ndonjëherë. Por kanë një gjë që Partia Socialiste e ka humbur se për shkak përvojës, konsumit, janë më të pastër, janë më të pacënueshëm, janë më të paatakueshëm. Pra le të themi 2-3 apo 4 deputetë të rinj që do futen në kuvent në këtë shtator, janë shumë më pak të atakueshëm edhe se Gazbardi, cilin mendoj që është djalë i ri, ka 4 vite deputet, po ka mbi supet e tij një vrasje. Pra ideja është që Partia Socialiste vërtet i fitoi zgjedhjet, por në 4 vitet e ardhshme mandati 5 mund ta fusim BE, pra mund të futemi në BE, por mandati 5 nuk di sa i sigurt do jetë përballë një opozite të re që përfaqëson dhe frymën popullore, një frymë popullore që nuk përfaqësohet më dot nga Partia Demokratike. Mund të jenë më të pasur, por nuk janë më dinak. Mendoj që Partia Socialiste ose artuesit e kodit zgjedhor dhe të gjithë mënyrës se si funksionojnë zgjedhjet dhe se si zgjidhet qeverisja e ardhshme, kanë qenë shumë të kujdesshëm, prandaj thash dhe dinak, me kuptimin e parë të fjalës, kanë qenë shumë dinak në mënyrë të hartojnë në mënyrë të tillë që përjashtimi të jetë në dorë të hartuesve të kodit zgjedhor. Unë doja të thoya 2 gjëra për Partinë Socialiste, me që u hap muhabeti edhe i festës së saj. Partia Socialiste vërtet është shkëputur totalisht nga partia e punës e viteve 90, por ngrehinën e saj, mënyrën se si funksionon, qilizmin dhe shtirjen e strukturave, ka ruajtur po ato struktura, po flas në mënyrën e filozofisë së strukturës, jo të individëve. Si funksionon një parti politike tradicional, pra burokracia e ka të ndërtuar në mënyrë të detajuar, çka nuk e ka Partia Demokratike dhe nuk e kanë partitë e tjera. E ka trashëguar ngrehinën, strukturën, skelën e Partisë Punës. Edhe i ka sjellë rezultat. Kurse sa për frymën, këtu doja anulloja zotin Klosi, nuk mendoj që ka frymë Partinë Socialiste. Unë shikoj që ka më shumë njerëz që i bashkojnë interesat, pragmatiste. Janë pjesë e strategjisë që ka Rama për të futur Shqipërinë në BE si kartë personale dhe si pasaport personale. Patjetër që... Atë le ta mbaj, po na dha tonën, le ta mbaj dhe ta japi tonën e. Natyrisht, do ta marrë diçka dhe ai. Marrë diçka dhe ai. Raportin me historinë. Biles, mendoj që edhe zoti Klosi e ka zgjedhur në atë pozicion që njerë hiku dhe njerë e kthyen si pozicion sekretari i përgjithshëm, pikërisht fal qasjes së tij paqësore. Kështu e kam parë unë, njeri që nuk merret me intriga, nuk i krijon probleme Ramës, nuk besoj se edhe kundërshton Ramën kur mendon ndryshe nga Rama, mund të ketë ndoshta pak diplomaci dhe takt kur i thot diçka që nuk i pëlqen, sepse ne shikojmë që Partia Socialiste është një parti me një strukturë vertikale ku është Rama ai që vendos, është Rama që ka vizionin, bën bashk njerëz që nuk kanë frymën bashk, dhe kjo lloj mungese fryme ndjehet edhe në popull tek shqiptarët. Nuk ka më qasje shpirtërore, morale me Partinë Socialiste të gjithë mbështetësve të saj. Unë jam e bindur, e tha ty që parë në editorial që me formën janë ke 10, kurse me përmbajtjen, unë mendoj që jemi shumë dobët. Moralisht dhe shpirtërisht, në përgjithësi janë larg 10-s patjetër. E rithemi një herë që Shqipëria vërtet ka ecur përpara me formën dhe me qasjen ndërkombëtarisht. Por nuk janë në një nivel. Po flas me ngritjen e moralit kombëtar tek shqiptarët, me motivimin moralisht dhe shpirtërisht për t'i ofruar, patjetër që edhe Partia Socialiste ka figura të mira, shumë të mira, por në totalin e saj mendoj që kishte mundësi që vërtet të motivonte shqiptarët dhe të përkrahte figura
me integritet dhe me një moral akoma më kombëtar. Unë shikoj që janë të gjithë, më falë që e them, pak zombi, me kuptimin jo të keq fjalës, po janë njerëz që janë pjesë e atij strukture, atij stafi, përsa kohë janë të eshur dhe të bindur. Tani, ne sot kemi festën e partisë, është e mira që të merremi me etiketime, edhe realisht janë 104.000 antarë të kësaj partie, 34.000 u shtuan 104.000 antarë aktiv të Partisë Socialiste, 150.000 është libri i partisë. Padyshim, jo të gjithë janë aktiv, por 104.000 janë aktiv. Pra e thonë mbi 100.000 janë aktiv. 100.000 janë aktiv, 34.000 janë të regjistruar vetëm në fushatën që ne bëm në vitin e kaluar. Pra në gjithë të njerëz cilët japin shpirt të kjo parti, japin kontributet e saj, marrin, punojnë për këto parti kudo në territor. Padyshim, qeverisin Shqipërinë, në një pjesë e madhe të tyre janë dhe pjesë e kësaj qeverisje, siç nuk është të thënë që të gjithë ata që janë qeveri janë antarë të Partisë Socialiste. Por ama është kjo parti e cila ja ka dalë që 10 garat e fundit të fitojë, ja ka dalë që qeverisi 56 nga 61 bashki të vendit, ja ka dalë që në çdo garë të shtojë mandatet e saj dhe ju mund merrni me Partinë Socialiste, s'ka asnjë problem, mund ta mendoni si doni. Po përsa kohë është në krye të Shqipërisë? Se po sumora bile jemi marrë pak me Partinë Berishën e keni paralizuar, doni ta paralizoni dhe ne. Na la doktore, se ishim marrë ju më shumë, sa le doktore. Bile ju duhet të mërziteni pse jemi marrë pak. Nuk e tash negativistë, tash ju keni opinionet tuaja për partinë, por unë nuk mund të lejoj të them që është një parti e cila është përbërë nga djemë dhe vajza, cilët nuk japin kontribut në këtë shoqëri, jam pjesë e kësaj shoqërie, është një parti e hapur. Kam shumë, a është ndonjë të Brisida? Një sekond, është një parti e hapur e cila Tjetë vetin e këty parti elektorale. A e thatë dhe që e parti. Po momentin që e parti elektorale, nuk kemë parti tradicionale. Dhe nërkohë shartimi midis traditës që ju kemi. Nuk ka një liber, ose nuk ka një... Dhe modernizimit dhe një strukturë elektorale. Nuk ka një liber notash edhe a të bëjnë notët. Shkëputur nga baza e majtë. Ka një tregus, a e fiton zgjedhjet, a është një parti e hapur, a është një parti... Tu e lëvizje elektorale. Rigjeneron vetë e saj. Tu e lëvizje pragmatiste elektorale. Nuk kemë parti e qëndër figura emblematike të kësaj partie, pranojnë të shkojnë aty në garë të hapur, të futën në garë, ne ishim lidershipi partisë 2021, ishim vetëm gjithë në limite. Unë isha i 5 Timberate, maksimumi do bëni si Petro Koç, që do thonë s'po futëm garë, po ikim shtëpi. Ndërkohë kësaj radhe prap, element kësaj partie të fortë, Erion Braçe, Fatmir Xhafa, Mimi Kodeli, Pandimajko, e shumë tjerë, pranuan të garojnë në listë hapur, të barabartë me të rinjë fare. Dhe ja dolën që të regonin vetën, të regonin forcën, pra janë këto, është kjo energjie brëndshme kësaj partie, e cila e bën ato të fitojnë. Nuk fitojmë ne, e kam thënë shpesh, e kam thënë në emisionin tuaj, nuk fitojmë ne se ata janë dobët. Ata duken shumë dobët se ne jemi shumë të fortë. Gjata unë kam një pyetje për të. Kjo është e vërteta e Partisë Socialiste. Doni ta bashkëpunojmë juaj. Është një parti që 34 vjet ka qenë parti që gjithmonë ka qenë, le të themi, progresive në këtë vend. A do bëjnë to partitë e vogla të mëdha sa partitë? Jo, tash. Nuk e di, pastaj le të bëjmë. Po dakord, po për sa kohë. Ndryshoni kodin zgjedhor, me që Brisida e përmendi. Ndryshoni ju kodin si dush. Keni vota. Jo, ju keni 34 vota tani. Tani i bëni 34 vota. Ndryshim e kodit. Tani jeni përpara. Nuk është kodi që të jep fitoren. Nuk ka kod. Nuk ka kod elektoral. Unë jam edhe njëse e fushës. Po padyshim jeni, por ama nuk është kodi. Ato partitë e vogla që duan të bëjnë mëdha, në qoftë se nuk bëjnë gazermën edhe gavetën që thatë ju, shkojnë